Avokati i njohur Edmond Petraj foli sot lidhur me akuzat e SPAK-ut ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ai deklaron se shtyrja e një tenderi apo pjesëmarrja më e gjerë në garën për një tender nuk përbën shkelje. Pasi merren komunikimet dhe printohen, mundohet të bëhet lidhja hap pas hapi derisa të shkohet te elementi për çfarë është folur dhe çfarë ka ndodhur. Por po të shohësh ato 48 faqe, i jep vetëm pjesën e komunikimit, nuk jep pjesën kur del direkt zonja Balluku e përfshir. Shtyrja e një tenderi nuk përbën ndonjë shkelje apo pjesëmarrja më e gjerë në garën për një tender. Me aq sa lexova unë, mbetet për tu parë gjithë situata dhe nuk më duket se ka pasur ndikim, por kjo do të shihet më tej pasi të dalin edhe elementet e tjerë. Pjesa tjetër e metodave speciale të hetimit mund të jenë përgjime, video, por nëse do të kishte provë të fortë, të garantoj që SPAK do i drejtojë kuvendit për një masë më tashpër, por të garantoj gjithashtu që do të ndryshojë kushtetuta dhe nuk do të futen më njerëz në burg pa prova, u shpreh Petraj për Radio CNN. Ndërsa avokati tjetër për Parim Çaça thotë se është për të ardhur keq që kemi njerëz që dënohen vetëm me një SMS. Ka një farë abuzimi me pjesën e këtyre celularëve, mesazheve, madje po ju them që ka edhe shumë të dënuar vetëm nga këto komunikime. Nuk merren si indicie, më pas të kryqëzohen informacionet që më pas të çojnë këto indiciet e provat dhe në fund të fakti penal, ky zinxhir nuk zbatohet gjithmonë. Është për të ardhur keq që kemi njerëz që dënohen vetëm me një SMS. Komunikimi është indicie që duhet verifikohet më pas. Nëse ti thua se ditën e hënë që do të jetë tenderi, do ta fitoj filani dhe të hënën një gjë e tillë ndodh, i bie që komunikimi telefonik realisht na ka çuar te prova. Por nëse nuk na çon te prova, ky komunikim mbetet thjesht një indicie, por për fat të keq gjykatat që kanë mjetet për ta parë në vimësi komunikimin kanë abuzuar totalisht me këtë, thot avokati. Gjëja e parë që bëhet sapo ndodh një arrest është marrja e telefonit. Shkohet madje edhe në shtëpi për kontroll pa mandat. Është bërë normale kjo. Në rastin e zonjës Balluku duhet parë në vazhdimsi. E gjitha kjo gjë e krijuar i ka mbetur në derë gjykatës kushtetuese që do duhet realisht të jap interpretim shtërues në këtë rast, thot avokati për Parim Çaça.